Rikthehemi në studio, vazhdojmë të jemi live në Villa 24 në këtë fund vit, ku, siç e themi shpesh, dhjetori është edhe muaji i analizave personale, profesionale, dhe në fakt për të ftuaran që është me mua në studio, viti është mbyllur me sukses, jo vetëm për titullin që mori menjëherë pra fill pas mbylljes së panajirit të librit, por edhe për botime interesante që janë tashmë në duart e fëmijëve. Ju prezantoj me Valbona Branca, e cila vjen këtë 2025 me titullin autori i librit më i mirë për fëmijë. Kemi disa botime në studio, por në fakt Arja në dorën tim është ai që ja ka dhënë këtë çmim. Mirëmëngjes, mirë se erdhë. Se ne kemi nisur bisedën me njëra tjetrën dhe po na duket si vazhdim tani në fakt, kështu që ndoshta ata gjëra që i tham në reklama duhet i rithemi edhe gjatë bisedës. E mendoja që titulli apo çmimi për një autor është goxha i rëndësishëm. Është i rëndësishëm, por në rastin tim e kam thënë dhe mes miqve që emocioni i parë është emocioni personal. Sigurisht është një kënaqësi personale, për më tepër në letërsinë për fëmijë është pak vështirë. Në vitin e kaluar nuk pati çmim. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që unë ndjeva akoma më mirë. Pse nuk pati çmim? Për shkak të prurjeve. Nuk ka shumë autor që nuk ka shumë, ose dhe ata që shkruajnë një libër në vit, ndoshta edhe 1 në 2 vjet, pra kam vështirësi, sepse dihet që autorët, shkrimtarët në Shqipëri nuk është se kanë ndonjë përfitim ekonomik, edhe e bëjnë për pasion, e bëjnë për kënaqësinë e tyre, ndoshta për kënaqësinë e nipit, të mbesës, të fëmijëve të tyre, dhe lloj dedikimi. Nuk e ndjejnë atë shtysën që duhet ta bëjnë institucionet, mendoj unë, përkatëse, që t'japin dorë edhe shtëpibotuese, t'japin dorë një autori të ri. Dhe kënaqësia më e madhe për mua pastaj ishte përveç se personale dhe fakti që pati një garë. Këtë vit pati prurje, pati emra të rinj, përpos emrave që kanë goxha kohë që botojnë në letërsinë shqipe, pra ishte një kënaqësi dhe them ndoshta një augur i mirë që vitin tjetër të kemi akoma më shumë autor, akoma më shumë libra të rinj. Të shkruash për fëmijët është e pohuar tashmë nga të gjithë autorët që i drejtohen këtij lloji lexuesi, nuk është aq e lehtë. Pra ne themi se libra për fëmijë dhe e marrim të mirëqenjë që janë të thjeshtë, por ndërkohë konsiderohet si targeti më i vështirë i mundshëm. Janë disa vështirësi, se renditen rresht vështirësi. E para duhet, unë e them gjithmonë që duhet ta dish atë shtegun tek një autor për fëmijë, duhet ta di, ta gjej, ta nuhansi, ta mbaj mend shtegun për të kthyer në fëmijërinë e vet. Nuk mund ta shohësh dot botën si një i rritur, ndërkohë që shkruan për një fëmijë. Duhet ta shohësh botën si një fëmijë. Atë grup moshe asaj grup moshe që ti shkruan. E dyta, unë shkruaj dhe prozë të gjatë. Pra proza gjatë është shumë, kërkon një strukturë shumë fort, kërkon që ti t'jesh gjatë gjithë kohës shumë interesante, sepse fëmijët e humbasin shumë shpejt për qëndrimi, dhe nëse ti guxon dhe t'ju servirësh dhe t'ju japësh, t'ju ofrosh një roman, 230 faqe është Arja, domethënë është një roman që dhe ne të rriturit ta lot nëse nuk është interesant, pra ti duhet t'jesh gjatë gjithë kohës shumë interesant. Por pastaj unë nuk harroj kurrë se jam edhe një prind, dhe e them gjithmonë që unë nuk mundem dot të bëj vetëm kryekëput të shkruaj çfarë një fëmijë i shkon në mendje për një histori. Pra unë e dëgjoj personazhin tim, e ndjek ngado që ai shkon për krati, por dhe e udhëzoj në një farë mënyrë, bashkëbisedojmë për treguar që jo të gjitha gjërat janë ashtu siç një fëmijë shikon. Pra duhet pasur edhe një qasje tjetër, që është qasja e një prindi, sepse unë nuk mund ta hedh kurrë poshtë, është ajo që unë e bëj shumë argëtuese, jap mesazhe, por duhet të jenë mesazhe që edhe një prind të mendoj që okay, nuk më shkoi mundi dëm mua, që kam gjithë jetën që po mundohem disa vitet e para dhe vjen një libër, vjen një shkrimtar dhe i thotë, kjo nuk shkon, ose kjo nuk bën. Pra u shbëj gjitha, pra është një ekuilibër shumë delikat që duhet ta ketë. Si është ky raporti i të kthyerit në Valbonën fëmijë, sepse thatë më duhet të kthehem edhe unë në fëmijërinë time, në raport me fëmijët qoftë tuaj sot, por edhe të brezit të sotëm, sepse pa diskutim që ka një hendek vitesh për plan si është brezesh, i desh mënyrë jetese, gjithçka. Unë mendoj se jam edhe fëmijë dhe i rritur, pra unë jam një fëmijë i rritur. Unë kam arritur aty, por që mendoj se me kalimin e viteve kam filluar ta menaxhoj mirë. Në momentin që unë ulem dhe shkruaj një histori, se patjetër do kohën e saj, unë jetoj me atë personazh. Pra në një farë mënyrë jam ajo Valbona gjatë kohës që shkruaja, Valbona rebele, çamaroke, luftarake, guximtare. Jo se nuk jam Valbona e rritur. Valbona e rritur është çik më e kujdesshme, edhe se mos lëndon dikë, se t'jetë e kujdesshme edhe për të parë dhe për te asaj që mund të më shfaqet. Pra bëj një kombinim shumë
si ta them, të natyrshëm. Tani më vjen natyrshëm. Ndoshta në fillimet e mia mund të kem qenë shumë fëmijë në kohën që shkruaja gjatë kohës që shkruaja, por pastaj fillon edhe jam merr dorën, edhe fillon të bësh. Ju kërkoj ndjes, Departamenti i Informacionit na kërkon linjën më njëherë në këto momente. I shohim. Probleme. Vetëm ju a jeni në rregull. Do bëjmë atë që ju shkon. E vazhdojmë me regjistrim, të japim një... Po. Se lam... Videoja jetë e plot në YouTube, puna madhe ajo shikohet. Filloje me Black. Si të doni juve? Jo, më shumë doja të flisja pak për Arjan. Kjo është ideja, që ta merret çik Arjan në dorë. Ta afroj unë me qenë se... E mbaj, kjo është ideja. Se theva? Jo, fare. Ky deli është që ikën, po... Shika. Unë e kam vënë kështu, të ta vëdhe ty kështu. Po, ma vërë fiks. Sa mos, edhe pas ta i rregulloj. Vë shumë të flasë pak për Arjan edhe... Pas kur të mundesh në një kështu. Ato janë marrë, besoj. E me një vetë edhe. Panoramim. Vetëm ideja që të flisja pak për Arjan, dhe kaq. Një minuta, kjo ishte që më ngeli, se s'ta ngeli shumë. Do sot i thot një gjë të mbarë. Si të duash, ma ajo do kaloj në montazh për YouTube, do s'do ti. Pres filloj sigla, ma. Po, t'i qoj. Me qënë se ju përmendet më herët, që ky ka qenë viti i prurjeve, një auguri mirë duhet thënë në letërsin për fëmijë, do të thotë që ka qenë dhe konkurenca më e vështirë. Që do të thotë, Arja ka mbizotëruar, është evidentuar për çfarë? Arja ka një veçori, është libër seri. Pra, Arja është zhbotuar libri i parë dhe i dytë, ky ishte i treti, Arja në dorën time. Historia e Arjes është pak e veçantë dhe si karakter, si personazh. Arja nuk ka prindër. Arja jeton në jetimore me të vëllain e vet, Rajnin 2 vite më të madh, dhe atë ka familje, atë konsideron gjë më të shtrenjtë. Në librin e parë dhe të dytë tregon për problematika që hasin fëmijë si Arja dhe Rajni në jetën tonë reale, se sa vëmendje kanë, se si zgjidhin problemet ata, por në fakt ajo drama vjen me pak ironi dhe me pak sarkazëm, me atë luftën e brendshme dhe të personazhit vet, po dhe të personazheve që e rrethojnë, dhe Arja del një personazh shumë pozitiv, pra i rrit empatin, i forcon empatin fëmijëve, dhe ndoshta kjo ka qenë ajo afrimiteti që kanë pasur lexuesit dhe e pëlqejnë shumë. Ti nuk e ke idenë se sa më shkruajnë dhe presin librin e radhës dhe lidhen me personazhin. Pra kjo është një gjë e veçantë që kur ti ke mundësinë, personazhi ka atë kapacitet, atë potencial për të bërë seri, ti pse mos ta bësh, sepse është shumë bukur që të lidhen me personazhin. Ndërsa Arja në dorën time ka një veçori tjetër, Arja udhton nëpër Shqipëri. Ishte një dëshirë e imja që të lija një letër dashurie për atë dheun ton, për fëmijët tanë, që e kanë shumë të vështirë të mbajnë mend dhe të fiksojnë shumë detaje dhe veçori si të traditave dhe të kulturës tonë, të kulinarisë, të legjendave, të vendeve të qyteteve historike, qyteteve antike, pra kur ti dhe vetëm kaq sa unë i përmend ta lodhesh. Por nëse vin bukur mes aventurave, mes lërave të fjalëve të Arjas dhe në mes të bën ta përjetosh si një kujtim të tëndin, dhe fëmijët e mësojnë shumë mirë vlerën dhe diçka që ne na përfaqëson. Dhe ndoshta kjo ishte, jo ndoshta, por kjo ishte arsyeja që u mendua që Arja e meritonte çmimin e këtij viti, dhe është vërtet një letër dashurie për adeun ton. Ka shumë vlera brenda që një fëmijë duke u argëtuar, duke e shijuar, do mbaj mend dhe do kujtoj dhe do kuptoj se sa me vlera është dhe sa duhet ne të njohim rrënjët tona, sa e rëndësishme është të dimë përkatësinë tonë. Do të ketë një Arja 4, 5, po, nuk mundem, nuk shpëtoj dot nga e bëj për shaka, sepse Arja gjithmonë mua më gjeps, dhe unë kur e shkruaj ndërkohë nuk e di se çfarë do bëj Arja në historinë, në vazhdim, Arja 4, por Arja e dua njerëz zakonisht shumë, dhe jam patjetër
me krah hapur dhe do ulem patjetër që ta. Sa interesante është kur autori që i jep jetë një personazhi, nuk e di se çfarë do të bëj personazhi i tij, me mua kështu ndodh. Po, unë mund të di vetëm 1-2 detaje, po unë çdo moment që ulem çdo ditë, sepse këtë kam që kam atë rutinën time që ulem çdo ditë 3-4 orë, unë nuk e di. Unë jam biles unë di më pak si ç'din lexuesi, se nëse lexuesit kanë ca ilustrime që mund t'i shohin çik shpejt ose kanë një pas koperti, krijojnë një ide, ndërsa unë nuk e di fare dhe kjo është kënaqësia më e madhe. Kam dhe një pyetje të fundit. Si mama e kam në këtë rast, duke qenë se kam 2 djemë, e di që në rastit kur është ai momenti për të bler libra, për të shfletuar etj, automatikisht orientohen pak nga emri i personazhit apo nga kopertina. Pra që në momentin që kemi një emër vajze, e ndajmë pak lexuesin, ndjem vajza në këtë rast? Ndahen, është, ndikon. Patjetër, unë për shkakun kam botuar Tekno Brownin, kemi qenë tek ju, edhe Tekno Brownin e pëlqejnë, vajzat lexojnë më shumë. Po, është e vërtetë. Dhe nëse është një lexuese e mirë, ajo e merr pavarësisht se pëlqen autorin, pëlqen stilin dhe mënyrën se si ti shkruan. Por djem preferojnë më shumë kur në kopertinë është një djalë. Dhe kanë atë, pra edhe Rajni është aty në sfond gjithmonë, për t'i treguar që ka një djalosh që është gjithmonë pjesë të motrës, por ndikon, patjetër që ndikon dhe titulli, ndikon dhe tematika, sigurisht, dramat në përgjithësi më shumë, ose këto detajet e vogla i pëlqejnë më shumë vajzat, djemt jo të gjithë i pëlqejnë, duan më shumë aventurën, ndaj dhe unë kam botuar her pas here në zhanre të ndryshme, po sigurisht edhe duke pasur parasysh edhe këtë detaj, por që një lexues ose një prind i mirë, kur e di që fëmia e pëlqen këtë autor, i ka pëlqyer libri i parë që ka lexuar, ja rekomandon dhe po, pastaj fillojnë pëlqejnë dhe pastaj ndikojnë vetëm nga emri i autorit. Nuk kam ndasi më pas gjinish. Albana, faleminderit për kohën. Suksese shumë në Arian 4, që me siguri do të jemi përsëri bashkë për të thënë që është gati për lexuesin, dhe shumë urime për mbylljen e suksesshëm të këtij viti. Faleminderit dhe ju, festa të mbara. Faleminderit gjithashtu. Kjo është Vila 24 për sot, ju uroj një ditë të mbarë. Takohemi nesër në orën 9.